Ky podcast mundësohet nga Gushta Events, Shima e Milk Produkt, Kuçi Transport, Mishte Shemsi me dyqanet e tij tek Begjisteni dhe në Zigzag, po ashtu edhe zyrën e shërbimeve me një ndalesë me dyqanet në Rus dhe në Parruc. Përshëndetje miq, rikthehemi si çdo mesjavë me tjerë protagonistë me emra të mëdhenj që kanë lënë gjurmë në fushën e sportit në vendin tonë dhe sidomos në qytetin e Shkodrës. Puntata sotme do i dedikohet veçanërisht futbollit femrave dhe një njeriu në veçantë, një njeriu që pati një vizion, një ide që në fillim u paragjykua, por që sot po ngrit emrin e qytetit dhe pse jo edhe të Shqipërisë në mbar vendin dhe mbar Europën. Themeluesi i parë i një klubi të futbollit femrave, mendimi i tij i parë për ta zhvilluar këtë sport mes shumë paragjykimeve, kam kënaqësinë të kem sonte në studio presidentin, e meriton ta quaj ende president, Ferdinand Jaku, i parë i futbollit femrave në Shqipëri. President, mirë se vjen. Faleminderit dhe mirë se gjeta. E thash që je president sepse ndoshta sot je pak i tërhequr nga skena, pavarësisht se gjithmonë pranë sportit, pranë vllaznisë, pranë vajzave. Aktualisht jam përsëri president, pasi kam vajzat të grup moshave, të cilët vazhdojmë me ato mundësitë tona, me investimet tona për të eduku dhe për të ruajtur vazhdimsinë e ekipit të Bandanja Shkodër dhe të futbollit të femrave në Shkodër dhe me gjerë. Si të lindi kjo ide, sepse sot që flasim ne, jemi në vitin 2026, por do bëhet nga shtatori 21 vite futboll femrash në Shqipëri dhe emri juaj është i parë në futbollin e femrave shqiptar. Si të erdhi kjo ide? Ndoshta mund të investoje tek atletika vajzave diku, nuk e di. Normalisht tash është kënaqësi dhe është disi më thjesht të tregosh atë histori të fillimit, por në fillim ka qenë si thosh e vështirë për me edhe me tregu, por edhe me interpretu. Unë në vitin 2004 në një ambient ku është banesa eme, ndërtoj një kalqeto, që ishte në trit parë të Shkodrës, pra një në Shkodër, një në Bushat dhe e treta ishte në Ban, në borë në shpis. Por kalqetën unë e ndërtova me standarde, jo si që rëndomt ven 4 piketa dhe në formot një drejtkëndsh, e ndërtova me standarde me tapet artificial që ishin rastet të veçanta në atë kohë, të mulume me ndryqim, pra një kalqete moderne për kohën, të shenë më shumë nështë, dhe për të mbështetur ekonominë familjare, si çdo njeri që mendon për të krijuar një biznes ose një aktivitet, shtesë për ekonominë familjare. Unë në atë kohë isha infermier në urgjencë e Spitalit Rajonal Shkodrës. Infermier jam që në vitin 91. Ai është profesioni juaj, i mjekësisë. I mjekësisë, që në 91 në Shkodër, që në 89 kam filluar në Ragam, që unë e kam shumë kështu për kënaqësi ta përmend Ragamin, sepse janë hapet e parë të mjekësisë. Më pas, gjatë kësaj periudhe ku ushtroshin aktivitetin argëtues të rinj, normalisht ku dhe të pagesës, pasi ishte i vetmi argëtim në atë zonë, pasi marrëshin gjitha ndeshjet, aktivitetet, së bashku me familjen, delshim, kishim në orarin tonë të argëtimit me gjithse vonë, por edhe ne kishim atë dëshirën tonë të prekshim topin. Unë kam 2 vajza dhe një djalë. Emanuela Jakun, Paula Jakun dhe Vaskon. Normalisht ato ishin fëmijë të vegjël, bashkë pas shortin, u pozicionishin Gjinja Fenori në krah, ne 2 me shkutej. Megjithatë, gjithmonë e lejosha që të fitoshin shumicën e raste Gjinja Fenori lejosha vetë, pasi unë normalisht kam luajtur. Shumë gentil, shumë fair play. Por u mundosh të kanjherë me barazu që ty bate qefi dhe djalit. Të kishim ato balancat, të rrugëshim balancat. Aty më lindi, ka kenë një orar ndoshta pak i çuditshëm, rreth 11-12 të darkës, kur duke pak të shumë, në 2004 u ndërtu tapet kalqetoja. 2005, si do në rreth datës 3-4
shtator të 2005-s, me linjë ide i tham, a mund të organizojmë marrëlejnë, sepse ne shqiptarët marrim ne tek gratë. Ato miratojnë më ne. Nëse burri është koka dhe gruaja është qafa, ishte hera parë që në sinkron koka dhe qafa miratuan një vendim. A mund të organizojmë një kështu, një ndeshje të futbollit ferma, duke patur parasysh që unë kisha mesat e mia, kushrinën teme, Loreta Jakun, ishin disa vajzat e katekizmit të kishë që bërë që ushtronin aktivitetet ndryshe sportive, kryesisht lojra me dorë, por ishin disi simatë, si thush, e njifshin lojën me sportin. Dhe me njerë u miratu, dhe kur u miratu naturar, ditën e nesme unë fillova organizimin. Me njëherë. Dhe me datën 6 shtator, janë pamjet filmike se unë kam pas kamerën teme dhe atë kamerën kam drujtur me fanatizëm. Kamerën dhe aparatin. Është pasuria jo. Absolutisht. Kamera, aparati fotografik dhe topi i parë, këpucët e para janë ndodhur në këpucët e parë të Emanuela Jakut, fakt. Janë në muzeumin që kam ndërtuar një muzeum tashme. Janë drujtura me fanatizëm. Po e kishe besimin që do ecte? Nga që i ruajte që në fillim? Po të tregoj gjatë rrugës dhe historinë. Më pas, unë kur banë organizimin, ato varzat e miratuan edhe e pritin me qef, sepse edhe për to ishte një diçka e veçantë. Risi. Pa tjetër. Nërkohë, ajo e veçantë që mu ka bërë përshtypje, ishte për 2-3 ditë se lajmi hapet, që ka thënë bashkëshorte, te i humori Shkodran, për 2-3 ditë njerëzit u informon për një zhvillim të tillë dhe në orën 16 ka filluar ndeshja, pra kamera ka fiksuar orën 16 dhe datën 6 shtator 2005 ora 16. Janë kënë kamera që kameramani jonë e din mirë se si kanë dikur kamerat dhe ka pas rreth 200-300 tifoza për të shikuar me kurreshti se çfarë po ndodh. Thënë të drejtën, unë isha ngarkuar emocionalisht shumë, si po shkojnë, tek po shkojnë, sepse janë edhe pak me gjinë filmore është pak e vështirë, por fatmirësisht kisha një kushri timin Marin Jaku që normalisht këto janë emra që do përmenden. Absolutisht. Dhe më ndihmoi me bazën materiale, me uniformat e vajzave, 2 grupeve, që ndavën 2 grupe, dhe luajti rolin e albitit në atë ndeshje. Mendoj që ditën e nesme, unë e kam pasqyruar në mediat shkodrane, fatmirësisht, në TV Rozafa, që unë du t'i përmend janë, është zinxhiri i dokumentimit të kësaj historie, dhe Shkoda TV1. Dhe kur e kam pa, po ta shikosh dhe sot, e ndeshje duket si diçka, jo diçka, po ishte me të vërtetë diçka amatore, diçka kështu, por ka patur një ndikim pasi dhe njerëzit, shumë njerëz kanë përgëzuar për iniciativat. Ka pas nga ato që ndoshta kanë paragjiku, kanë pas opinione ndryshe. Megjithatë, direkt nuk është si ka thënë kush. Por këto janë hapat e parë. Me pas, unë çdo 2-3 ditë, nëse të tjerë pagunin për të zhvilluar ndeshje, vajzat luanin gratis. Dhe që nga ajo ditë edhe deri më sot, vajzat lozin pa pagesë, stërvitin pa pagesë, rritin pa pagesë dhe në fund kur rritin një farë moshit, janë pagu përsëri nga unë. Pra, ky është modeli i presidentit. Duke është presidenti të kem një emër dhe të më japin dikush lek për milion dikujt. Presidenti është për me zerë lek nga xhepi. Ky është president. Ju i keni nxjerrë nga familja juaj. Jo vetëm nga xhepi, por absurdisht. Nga familja juaj. Është një sakrificë familjare. Ne jo vetëm kena nxjerrë. Sepse përmendit 2 vajza që ishin ndoshta nismetarë, 2 futbollistët e para. Lizana, gruaja bashkëshortja, vajzat, sepse bashkëshortja më ka shoqënu për shumë vite. Ka kanë një moment rolin e zëvendës presidentes. Absolutisht po. Pra ishte një sakrificë
me drejtë familjare, por unë të ta quaj sakrificë edhe për ato vajzat të parat dhe ato të vazhdimësisë, të cilat kanë sakrifikuar në mënyrën e tyre për të qenë pjesë e kësaj historie të bukur, sepse unë e quaj një histori të bukur, pavarësisht se ka qenë shumë e vështirë për ne. Aty duhet dalë, sepse vitet nuk ishin këto që janë sot. Kishte mangësi, ndoshta jo vetëm tek futbolli femrave absolutisht, por edhe tek ai meshkujve, baza materiale, fushat, gjithçka, trajnerët e shihni me skepticizëm ndoshta edhe kontributin e tyre tek futbolli femëror. Unë kam patur sepse ti morë emra shumë njohur për të kontribuar tek Jubani, tek Jubandania. Të desha them. Pra, bazën materiale unë mundova sipas mundësive të siguroja vajzave bazën materiale. Ndërsa në lidhje me stërvitjen po quaj, që ato vajza nga deputuese, nga lojë argëtuese të banë një farë, nësë pa thëmë në nivellit profesioniste, sot janë profesioniste, por të rritin niveli sportiv i tyre, normalisht fillova me trajnerët, ku të të përmend Marin Jakun, Gjon Nreken, me pas Shpetim Ramen, Kreshti Krepin, Entri Qakun, Iliri Dibren, Nikol Gjergjin, ndoshta më njës pas, pra janë shumë, me pas me kalimin e viteve bëha me Nëreja Jaku, me Mon Pavla Jaku, pra, si tush, janë gjithë to grup të njerëz të cilët Rok Markun, se zotare dhe Rokun, të cilët kanë niku në rritjen e nivelit të futbollit. Po flasim për ekipin e Jubanit. Por me pas shumë vajza nga ky grup deputuan në ekipet tjera si Vllaznia apo Tirana apo diku tjetër, dhanë kontributin në futboll. Dhe kjo është kënaqësia ime, këto vajza. Është kënaqësi për ty. Po, absolutisht, këto vajza. Por kena një vajzë tjetër, Alma Hilen, e cila iku nga një ekip, pra sipas informacioneve është një ndër e vetme lojtarë që shkon nga një ekip shqiptar në Serie A në Itali. Kjo është një kënaqësi për ne. Që luan sot me kombëtaren shqiptare. Hilen. Dhe shumë vajza të ekipit të Jubanit kanë kontribuar dhe për kombëtaren. Nga kombëtarja që ishte në fillim kombëtare U19, me pas edhe te kombëtarja të rritëra, si të shka disa grup moshës, edhe grup moshët të kombëtares. Ju keni sportistët e grup moshat aktualisht keni? Absolutisht pa. Kështu që danë gjithë kjo histori, avash erdhit duke u sistemu, duke u rrit, dhe sot jemi në nivelin ku jemi. Shqipëria ka një kombëtare të madhe, ka U19-ën, ka U17-ën, ka kombëtarët si thosh edhe të U15 më duket, po. Ka arrit përfaqësuese rajonale që janë përfaqësueset, ka me organizimin nga federata, filloi si thosh një mënyrë të masivizohet futbolli femra. Pra nga 2005-a, deri në 2007-ën ishte thjesht ishte Jubani vetëm, një ambient ku femrat u argëtoshin. Dhe ndryshe nga futbolli meshkujve, ke kënaqësi të shikosh futbollin femra. Nëse ne duam të shohim diçka në aspektin e brisht, të bukur, delikat. Ndryshe nga bota e egër që po shohim sot, ose nga futbolli i egër që po shohim sot. Kjo është një normalisht. Po si erdhën vajzat e zonës, sepse ekipin ju e ndërtuat me vajzat e zonës, fillimisht. Atëherë, ekipin e ndërtova me vajzat e zonës, normalisht për të ndërtuar një... Sa mirë ishin aq shumë dashamirë, se ndoshta edhe prindërit që u afruan tek ju, patën besim tek ju, tek familja juaj. E thash pak përpara në lidhje me sakrificat e tyre vajzave, por për të ndërtuar një personalitet duhen vite. Nërkohë në aspektin mjekësor, unë isha Ferdinandi i njohën për zonën, duke punu dhe në urgjencën e Poliklinikës Shkodër dhe më pas në Spital Rajonal, për atë urgjenca përsëri.
aq më tepër që ambienti ku vajzat u stërvitëshin ishte në obollën e shtëpisë, ku ishte bashkëkohëtera dhe 2 vajzat e mia, ishte gjithçka, ishin një familje, brenda një familjes vogël, u ndërtu një familje e madhe. Aq më tepër që ishin dhe njerëz të mi të afërt. Por nuk duhet harroj edhe disa vajza të konviktit, ish konviktit Safet Spahia, Ardita, Loreta, Ardiana, Gjorgja, Ina, pra janë disa vajza nga Shkodra që kanë dhënë një kontribut të madh dhe tek ekipi i vaj. Pra, filloi si thosh ai zgjerimi i territorit gjeografik nga Laçi Vëdënësit, Angelina, për të fuqizuar që filloi konkurenca. Nëse ishim për argëtim, më pas filloi konkurenca. Për garë. Gara. Pasi në 2007, 13, 14, 15 gusht të vitit 2007, nëpërmjet Gaspar Markut, i cili më lidhi me gazetarin Genci Mirej, u organizu në Sarand torneu i parë i futbollit të femrave. Ishin 4 ekipe Shkodra, se nuk u përmendej ju ban Shkodra, ishte Tirana, AS, Rubiku dhe Skënderbeu Kors. Dhe këto janë 4 ekipet e para të futbollit shqiptar. Futbolli Shqipëri, po. Pra 2 vite më fillimit. Pas ju bani. Dhe në atë turne, pas ju lut 5-5, sepse nuk ishte numri i madh mungot i vajzave. Në atë turne ishte i ndjeri i madhi i pazënësueshmi Medin Zhega, pasi Medin Zhega ishte specializuar për futbollin e femrave në Kin. Dhe vite pas të specializimit për të parë dhe atë organizim të futbollit femrave. Si duket që aty filloi vëmendja e federatës për zhvillimin e futbollit femrave. Turneu i parë ndoshta në thojza zyrtar, ta themi. Po, turneu i parë zyrtar kombëtar, ndoshta jo zyrtar sepse ishte organizimi i Genci Miret, ishte ky. Po ndoshta që ta reklamonte futbollin femror. Absolutisht, po. Në 2007 në Sarand. Ishte një nuk e dija personalisht këtë histori, realisht sonte mësova. Po fatmirësisht këto histori janë në memorie dhe edhe dokumentuara patjetër. Janë dokumentuara patjetër, sepse unë kam edhe në muzeumin e tim ekzistojnë disa foto ku kemi edhe foto të përbashkëta me Medin Zhegën. Pra ekipi i Shkodrës u krenuar me Medin Zhegën, normalisht ne e shihim si idhull absolutisht. Si filloi kjo interesimi i federatës? Kontaktuat ju presidentin Duka apo ishte në proces ndoshta për ta futur, sepse shohim që disa federata në Ballkan, pavarësisht se i kanë krijuar ekipet e femrave, janë shumë pas me zhvillimin e futbollit femëror. Flas për rajonin e Ballkanit. Atëherë, në 2007 përsëri bëmi turne në këtë radhë në Vlorë, në formatin në fushë të reduktuar në formatin 7x7. Dhe është një gazetë shumë emocionale për mua sa e shoh, Shkodra fiton Kupën Pavarësia. Fatmirësisht ne morëm atë kupë. Nëse në Sarand ne dolëm të fundit për mungesë të eksperiencës, në Vlorë fatmirësisht fituam Kupën. Ishin po të njëjtët kundërshtar, besoj? Po të njëjtë grup ishte, sepse për pak muaj. Si duket federata, po Genci Mirej si gazetar po jepte atë, si thosh, po bate atë promovimin e futbollit femrave, dhe në 2009 federata duke ndjek dhe disa turne tjerë, kemi bërë dhe një turne Kupa Krishtinjeve në Kruj, në Lezhë, në Elbasan, dhe në 2009 federata shqiptare e futbollit, pasi filloi u rrit numri i këtyre ekipeve, u banë 6 ekipe, 2009 fillon një, si thosh, viti i parë, pra quhet kupa e parë në futbollin e femrave. Në finale ju bani me Tiranën, pra, dhe fiton Tirana atë kupë. Kështu pra filloi interesimi i federatës u zgënjeve pak se nuk e fitove trofeun e parë. Absolutisht u zgënjeva, normalisht, por
pata i knasi tjetër, pasi Emanuel Lejaku u shpall golshënuesja e këtij. Që ishte për ato vite absolut golashënuese kampionatet e femrave. Vujë madje edhe rekord për numrin e shënuar brenda golave në një ndeshje. Absolutisht po. Dhe aty filloi interesimi i federatës. Ka patur mbështetje, ndoshta jo atë mbështetjen e duan, pasi ne vazhdoshim të kontribuoshim, ishim disa pasionant fakt, secili në mënyrën e vet, për të marrë futbollin e femrave dhe për ta zhvilluar normalisht. Në 2010-ën u bë pak më i zëruar, po diçka më përshtypje. Nga që dhe sot janë 9 ekipe, 10 ekipe, jo më tepër. Kjo është lënë për dëshuar i fije, pasi ndoshta nuk ka as Ligë 2 federata, pra janë 9 ekipe. Federata Shqiptare e Futbollit duhet me ndërtu një projekt afatgjatë për si thosh masivizimin dhe për rritjen e nivelit të futbollit. Po ka ndikuar ndoshta ky emigracioni, president, sepse ju vetë shihni te zona juaj në rrethinat e Shkodrës që shumë të rinj janë larguar. Emigracioni normalisht që ka ndiku, absolutisht po, por nuk është si mungon numri i fëmijëve përsëri. Sot i shohim shkollat që kanë aktualisht, po janë indiferente shumë, ndoshta ka vajza pasionante, por duhet dikur kanë pas 70 vajza të moshave. Kur numri i jashtëzakonshëm. Kur punoja me përkushtim, me çdo sakrificë, me mënyrë, pra kisha gjetë një mënyrë që të komunikohesha me prind, se kishte shumë vajza që kishin dëshirë me lutë futboll dhe prind i frenoshin se futbolli femra nuk ka se paragjykimet që i tham në fillim. Ndoshta jo paragjykimet, po përsupozohet si një aktivitet, një sport pa ndonjë të ardhme. Që nuk garanton të ardhmëra financiare. Megjithatë, unë kam përdorur një politikë në thojza, në aspektin pozitiv, duke shpeshherë vajzëve kam thënë që në moshë vogël, kur vishin Mostravicë në 2013 nuk kam organizu vajzët e moshave, me trajnje Emanuel Lejakun, sapo kam marrë licencë, kishte marrë licencën në UEFA B, dhe UEFA të më falë, dhe ajo si me prind, ashtu dhe me fëmijët, ndoshta fëmijët dukte pak e çuditshme se fëmia me zi shpresin të rriten, në kur rriten duhet të mësoj fëmijë. Duhet patjetër. Unë përdor një metodë që në shkollë të jesh një sportist i mirë. Të jesh sportist, varet te niveli. Do kesh normalisht favore, do jesh një person që do të respektojnë më shumë njerëzit, do marrësh shkollën nëntëvjeçare, me pas shkollën e mesme përsëri do jesh i favorizuar dhe i vlerësuar nga rrethi, jo i bullizuar, pa i vlerësuar. Do vazhdosh shkollën e lartë, do bësh një trajner, do bësh një mësuese, pra e përdora si strategji të cilët me i bind dhe prind dhe fëmijët që nesër pas nesër nuk është se futbolli femrë nuk ka të ardhmen, mund të bësh një mësues edukimit fizik. Dhe ky sport të reklamon. Absolutisht po. Po ky sport e mundësinë. Edhe ndoshta një në metodat që unë kam përdorur është kjo. Për vetëj kam përdorur metoda të ndryshme argëtuese si në grup. Tash ambienti familjar. Ajo është shumë e rëndësishme ndoshta tek gjinia femërore që të një ambient familjar. Nuk mundet që vajzat të stërviten në të njëjtin ambient. Jo se s'mund të stërviten në të njëjtin ambient, po ndjen ndoshta një lloj presioni. Duhen kushte pak më të veçanta për femrat. Për femrat. Po pse nuk u afruan ndoshta mbështetës të idesë tuaj? Biznesmen, njerëz të afër me sportit. Sepse ju kur nuk keni trumpetuar absolutisht, nuk keni kërkuar ndihmë, por dikush ndoshta duhet ishte shfaqur. E kam kërkuar ndihmën. Ndoshta po jo me zë të lartë, ndoshta thjesht miqësore. Atëherë, në federat nuk flas për federat, flas për njerëz personal, biznesmen, persona të fuqishëm. Ndoshta shumë njerëz e kanë pa se këtu në thojza paragjikohen në një aspekt tjetër, sepse e konceptoj si
një aktivitet përfitues. Këtu Base e kanë doja dila unë. e kanë konceptuar në këtë mënyrë. Megjithatë, me himi edhe në shpjegimi njerëz jam mundu ndoshta në kontakte direkte që t'ju jap shpjegim që nuk është kjo është një shpenzim marramens bile, sepse unë fillova në momentin kur u rrit niveli i vajzave dhe fillojnë këto kompeticionet, garat, unë fillova të stimuloj vajzat që edhe ato të njihen mirë, normalisht që mundi dhe djersa aty ne. Megjithëse unë i kisha rritë dhe i kisha edukuar ato vajza. Edhe ato të njihen mirë, por edhe të marrin farë nëpërmjet këtij investimi të marrin farë kënaqësi ndër si thosh, jo trofe, jo vlerësim nga Do shta një pjesëmarrje në kompeticionet UEFA që ishin. Këtë nuk e kam menduar asnjëherë. Dhe sot Nuk e mendoje? Jo. Dhe sot atëherë njeriu duhet me pa sa ka mundësi. Këtë më mirë se lazi se më kërkush. Unë si kisha bën. Një nër presidenti i vllazërisë, një nër do kalojmë edhe tek ajo temë. Diskutimet që unë kam thonë, nëse unë dal kampion ndonjëherë ti do delsh në Europë sepse unë nuk di ta bëj një pjesë tjetër. Është pse ke ka turp me thënë që nuk di ta bëj një gjë tjetër. Jo, kjo është shumë për të vlerësuar sepse pra, unë kam kënaqësinë të marr një kupë, një kampionat. Kjo kënaqësi jam, deri këtu jam unë. Mandej duhet dikush tjetër më ekspert, më profesionist për ta çuar në. Dhe Lazi e ka bën më mirë se kërkush. Kushdo prej këtij klub presidentash më mirë se Lazi nuk e merr kërkush. Në futbollin e femrave flasim. Tek futbolli femrave gjithmonë. Kështu që nuk ka siguri kam pas këtë ego për me dalë në Europë. Kam dalë herë në Europë me bashkë me Lazin në 2000 me Adin e Velipojës atje në 2010-11. Pra dola shkuam në Finland. Ishin pa eksperiencë vajza. Prezenca parë, unë kisha 5 vajza të ekipit i marrit aty. E di. Thjesht si turist ose si turist. Si pjesë e delegacionit të ekipit. Pjesë e delegacionit të ekipit, unë kisha kënaqësi, por për të organizuar një gjë tillë, ka kosto, ka shumë gjëra. Është vërtet, shumë e vërtet. Duhet një staf i mirë organizuar për të arritur tash Lazi e bën shumë mirë sepse ka eksperiencën e tij. Federata sepse nuk e prekëm shumë atë pjesë, ju ka kontaktuar direkt se si ta zhvillojmë ndoshta këtë sport, këtë futbollin e femrave. Ne kena bërë disa herë takime, mbledhje. Presidenti Duka ka ardhur edhe tek shtëpia juaj para disa vitesh, tek fusha që ju e theksuat pak më përpara. 2017. Madje ishin edhe Sinani emra të njohur kombëtarës. Ajo fusha ishte mush me yje. Me yje. Sinani, Cungu, Grima, Belisha, Kaçi, shumë emra të njohur. Aty Beqi ndërta. Aty ditë ishte mush me fëmijë, që ishte një mrekulli. Normalisht Duka me pjesë të stafit të tij, mediat që nuk du të harru mediat. Të thash në fillimit ishte Gasper Marku me Gjent Symeren që kanë bërë promovimin e futbollit të femrave. Të femrave. Të gjitha sporteve, por ne po flasim për futbollin e femrave. Kështu që pra ty atë ditë ka qenë një mrekulli, për mua ishte kënaqësi të vinë një president siç dona na. Numër 1 shi futboll shqiptar. Presidenti Armando, unë kam mik tash, nuk mund ta shoh. Pra, një që të vinë në shtëpi, si mund ta qush? Për shembull, Turi ka këtë disa herë aty ka luajtur futboll. Si mund ta qush Turi për si mik? Kështu që Armando Duka normalisht vlerësoi dhe e vlerësoi historinë e fillimit të futbollit femrave. Kjo është shumë e rëndësishme. Kur titullari e shpreh, sepse këta janë vullat historike, kur një titullar bashkohes jep atë vlerë. Jo, gjithmonë kur është ai përvjetor, ai gjithmonë e uron në rrjetet e tij sociale, asnjëherë nuk e neglizhon, por absolutisht. Kështu që edhe ai kontribut që për tapetin e ri të fushës, erdhi në inaugurimin e tij, për ne ishte kënaqësi, vërtet. Ai ka, si thosh, në takimet tona, ka marrë mendimet tona se si mund të
organizohet, si mund të bëjmë projekte për atë, por për masivizimin. Ishin projekti GRO, ishte projekti shkolla, ishte disa projekte po të cilet nuk kanë dhënë rezultat. Megjithatë në Tiranë ka një numër të madh të vajzave të cilet janë disa ekipe të vajzave të cilet stërviten, madje sipas informacioneve ka disa vajza që stërviten me trajner personal. Pra shohin tashmë ka ndryshuar mentaliteti, shohin si të ardhme. Si të ardhme. Nërse në Shkodër kena një deficit mungon numri vajzave. Tu do e dilja, sepse edhe vazhdinë e shohim sot pa vajza shkodrane, mund të themi. Vazhdinë ekipin e parë, flas. Po të bëj krahasime mund të shi Shqipëri, Itali, jena shumë larg nga këtyre zhvillimeve. Në futbollin femrave, para disa viteve në një intervistë personale, intervista unë e kam thënë në Shqip, po ato e kanë ashtu në italisht, kur ajo Tutto Calcio, në median Tutto Calcio dhe një media tjetër, u çuditin që ka mundësi që në Shqipëri ka fillu, sepse atje në Itali ka fillu futbolli femra, po jo me atë masivizimin dhe me atë përkushtimin. Kur u bë kampionati botëror i futbollit femrave në Francë, paralelisht me zhvillimin në Francë, u zhvilluan disa ndeshje në Udin në Itali dhe aty filloi një farë mënyrë ku interesi i futbollit femrave. E thashë të futbollit femrave, pra që ne mbasi jena pak më kështu i fjetë të futbollit femrave. Si thosh, kena një syri më shpejt në krahasim me Italinë. Që është një industri në vete për këtë sport. Megjithatë sot është normalisht Italia është një nga potenca që ka. Por shi futbollin italian, se janë pak tifoz italian, pa dashje. Na ngeli edhe jashtë botëror Italia. Këtu deshet Dilja. Ndoshta është një politikë e gabuar që të rrisësh, sepse lexova diku së nishkën, politikë e gabuar që të rrisësh numrin, të pranosh një numër pafund të futbollistëve të huaj. Duhet një kufi. Dikur ka qenë me 3, u bë me 5, u bë me 7, etj. Sot është pa limit. Pa limit. Por duhet një kufi, sepse ndryshe ne nuk e zhvillojmë futbollin. Kështu po ndodhet futbolli femrave. Marrim vajzat kosovare duhet përmend për kontributin e Ilir Sopin, Qerim Shaqirin, Neim, se unë këto të mi emni, pra janë që unë kam bashkëpunu me këto trajnerë që më kanë sjellë vajza në fillimet e tyre, sepse ne kemi marrë vajza nga Kosova. Po vajzat kosovare kanë një ego më shumë dhe janë, si thosh, janë më të përkushtuar. Dhe sot ka një numër të konsiderueshëm atje. Tek ne mungon ky numër. Pra duhet me përdor politika dhe të masivizimit të vajzave, numrit të vajzave, numrin në shkolla, me kontaktu direkt prind vajzat. Se ka shumë që thash që kanë pasion, por duhet të gjetë mënyrë se si të afrosh dhe të normalisht të mbështetesh. Dhe kjo është një defekt në Shkodër. Ne jemi keq për Shkodrën. Prandaj e theksova sepse nuk shohim ato, ndoshta edhe 2-3 vajza që ishin u larguar në jashtë, patjetër ju urojmë suksese. Ajo është rritje nivelit për ta dhe krenari për Shkodrën dhe gjithë futbollin e femrave. Normalisht lëvizja është sot e lirë dhe njerëzit kërkojnë, ku e mendojnë se mund të jetë më mirë, por kjo është në tam të futbollit. Po them për Shkodrën sepse po duhet ta lokalizoj pak situatën, pasi nuk presu që Lushnjë ka 10 vite që merr një financë nga Federata Shqiptare e Futbollit, siç marrin gjithë ekipet tashmë. Nuk është një shifër e madhe, por gjithsesi dhe ai vazhdon me vajza ato të 10 vite ato vajza janë gjitha 14 vjeçe. Pra thjesht ka bërë një grup vajzash që i përdor për një moment edhe prej ato largohen 20 me tjera. Pa sa është nuk është projekt. Nuk është ekip. S'u është ekip. Megjithatë federata vazhdon përsi. Po federata do për numër pjesëmarrës, prandaj. Për numër pjesëmarrës. Unë dini pse një arsye që jam largu nga futbolli i madh. Nga gara, nga futbolli i madh.
sepse Federata Shqiptare e Futbollit i vendosi kusht ekipeve të meshkujve që janë në Super League, secili me pas ekip femrash. Dhe paralelisht ne ishim në një ngjarë. Ekipi femrë që ishte në një president me ekip meshkush, merrte një shifër sa 2 fishin e ekipit ku unë isha Thjesht ekip femrash. thjesht ekip femrash. Mendoj që kjo ishte E pa drejt. llogaria e gabume dhe një ndër arsyet që u largune 2 ekipet më të rëndësishëm të futbollit femër për mua, ju Bandania Shkodër dhe Tirana AS, këto ishin ekipet që i kanë dhënë pra Tonin për shumë vite. Për shumë vite, mendoj që ky ishte i gabim, sepse ne për mua ndoshta është më mirë, por për familjen time. Por E shikoj ndoshta të pamundur të garoje me financa të tilla. absolutisht po. Se filluan financat duke shpenzimet duke u rrit. Nuk ishin më ato shpenzimet e fillimeve. Kështu që kjo ishte një arsye që unë tërhoqa. Por tërhoqa edhe me qëllim tjetër. Ekipin e Llorova dikujt që ti suportonte ato vajza në financa. Pasi unë s'kisha mundësi pra e konceptova që ato persona kanë mundësi më shumë se në financiare. Pra, jam tërhiqim në momentin kur e shoh vetë që s'mundem më. Hapi krahun. Por nuk më vjen mirë kur Ky është virtyt. Nuk më vjen mirë kur ato vajza meten në farë mënyrë pa mbështetje dhe shumë prej tyre vajza vlan futbollin. Por ato vajza që lanë futbollin ishin vite që unë kisha sakrifikuar. Edhe me vjen me të vërtetë shumë keq. Të ngel ndoshta si peng. Absolutisht. Juve por edhe vajzave sepse kanë qenë me vërtet vajza cilësore ato që ishin pjesë e ekipit. Absolutisht, Matilda Tanushi, Ornela Dheshi, vajzat e ekipeve të moshave vazhdimsi deri tek 19-ta. Pra, u rrit një grup i bukur. Te ekipi i Juventus u rrit një grup i bukur nga 9 vjeçë, 10 vjeçë, 11 vjeçë Deri thuajse 20 vjeçë. Absolutisht, u rrit një grup i bukur. Si vajzat që sapo përmendë njoh edhe personalisht dhe kanë qenë pjesë edhe ekipeve kombëtare. Markaj, absolutisht po. Rosela Vasa që sot është e vllaznia, ishin një grup vajzash që konkuruan edhe denjësisht në kampionat, duke qenë 4-5 ekipet e para duke konkuruar për trofe. Për këtë vjen keq që sot pra mungon ai masivizimi i madh i atyre vajzave. Vjen keq që nuk është ekipi që un kam ndërtu në këto gara, por këta mundësit mund të mundojmë të ruaj vazhdimsinë. Po ndoshta një ardhmë mund të rikthehesh. Nuk e di, dëshira është, por është shumë e pamundur. Por tek pjesa e sponsorëve do të kujtoj një që mos harroj një mikun tim Agim Canin, cili në 2011-2013 ka qenë pjesë e kontributit të madh financiar, ku unë në atë periudhë më morë me Kupën e Shqipërisë 2 vite rresht. Doja të dilja tek kupa. Sepse unë e vërtet që kupa është një emocion tjetër, por duhet të theksoj që i vetmi person që më ka mbështet ishte Agim Cani, ku dashamirës shumë i futbollit. Absolutisht po. Ideal është i mirë, asnjëri nuk ka lek me tret, por Gemi ka dhënë një kontribut dhe unë kam qytë si president në atë kohë, pasi ishte kontributi i madh në atë periudhë. Po të kupat besoj ngeli një kënaqësi e veçantë për ty. Kupa e parë ishte një emocion që unë e kam përjetu, sepse e përmendën shpeshherë dhe kolegët, po tham kolegët e mi, presidente. Fatmirësisht atë ditë, fatmirësisht po them, ishte që e gjithë Shkodra më ardhën në Tiranë. Ne që lutet i kompleksin në Kamës. Tek ekipet kombëtare. Tek ekipet kombëtare. Dhe ishte shumë shkodran, po të gjitha mediat e Shkodrës atje. Ishte shkurt, po bëti një shi i ftoft. Tentoshin
në intervistat e mia dhe në fotot dal unë i lagëm, kështu tentoshin me ardhmë në çadër, nuk pranosha çadër. I kam parasysh totalisht fotot tani. Nuk nuk pranosha si çadër zgjo se isha i përshëndrum. Shumë isha i përshëndrum dhe i emocionum sepse megjithëse shumë ftohtë, mediat janë, duhet i përmend se s'mund të ripa i përmend. Në Kasper Marko, Gjergj Kola, Indjeri Mejdan Gjivani, Ad Uruqi, Anton Zalli, Gjithë kolegë nderuar. absolutisht Gjon Gjeka. Shpresoj mos të harroj. Shumë media vetëm të Shkodrës, asnjë media e Tiranës. Dhe kjo është për të vlerësuar. Të them drejtën, kur na realizume, pra arritën vajzat të në finale me kë ishit? Me Trajner Krishin Krepin, në finale ishim me Kino Studion e Tiranës. Sepse ato kishin ekip fort në atë periudhë. Ato kishin atë periudhë. Dhe jo, ekipa më fort ishte Jubani, por ishte edhe Ada. Ne mundëm Adën, ne bëmë finalen përpara, pak ditë përpara. Vërtet ishte një emocion i papërshkruar dhe thash falenderoj këto media që mediat e Shkodrës kanë qenë gjithmonë prezent. Edhe kur s'kan qenë prezent, kanë marrë informacione dhe kanë pasqyruar në mënyrën më perfekte. Kupa tjetër më ishte një emocion ndryshe. Pse ishe më i qetë? Po, bisi më i qetë. Atëherë, çdo ndeshje unë nuk jam i qetë. Ka stres ke pasur. Në çdo ndeshje, unë e projektoj sepse para nuk kisha nuk doja që të ndodhte diçka se sporti ka ato të vetat, problematikat e veta, është më tepër gjinja femnore, është shumë e brisht, nuk dohet që të ndodhte diçka në problem shtetësor. Dëmtime njëra tjetra. Kjo ishte e para, sepse si ishim zot ta përballoshim. E dyta, nuk u mundoja që të krijoja një, si thosh, të edukoja këto vajze që të runin në farë mënyrë dhe qetësi, pavarësisht se kisha qetësi për veti. Fair play. Absolutisht, që mos kishin problematika. Më pas, fitoria, rezultati ishte diçka tjetër. Dhe nëse, mbasi ky është Gen Shkodran, në historinë e futbollit, unë jam njeks i futbollit me vite, unë kam pas 2 shok mit, pas dhe babën tem dhe vllahën tem, që të dy sjetojnë ma, Vas Jaku dhe Pierin Jaku, të tre kena pa ndeshjen në Shkodër, sepse ka kene vështirë atëherë, dikur. Nuk është si sot. Edhe në kamp ndonjëherë. Kyçi pra na kena ndjek. Pasioni për futboll që në vitet e rinisë të hershme. Që në vitet 70 sa don. Du të të keqi, kur vllaznia lute mirë, vllaznia e meshkujve, batelojt mirë, dhe nëse nuk kishte rezultat, ne duart turkish vllaznin, normalisht edhe kundërshtarin. Në Shkodër ka ndodhur ky fenomen. Nuk ndodh diku tjetër. Korça e ka nga herë kështu ndoshta, por në Shkodër ka ndodhur ky fenomen. Sikur tash ka ndryshuar pak mentaliteti. Kështu që thon, kur vajzat bashkë lojnë mirë, sa rritë rezultati, s'ka gjë, absolutisht. Nuk është se u kam kërku me kam ngul rezultatin. Nuk kishte aq presion ndaj vajzave, nuk ushtroje presion. Absolutisht. Sepse ndoshta sot komercializmi, gara i ka futur edhe futbollin femëror në presion. Se shoh disa herë skena jo brenda normale, jo brenda fair play. Fatmirësisht sot edhe po pasqyrohen për ndeshje live gjithçka. Absolutisht po. I shohim direkt këto ngjarje. Të them të drejtën, mendoj që nuk është e mirë në asnjë sport, në asnjë vend, në asnjë fushë jetës, sepse ne do flasim, ne po diskutojmë për pjesën njerëzore, jo për pjesën jo njerëzore. Aq më tepër te futbolli femror që duhet të jetë më të kujdesshëm. Por kjo liria e veprimit, e fjalës, sikur është keq kuptuar pak dhe demonstrohet në vend e pa vend, demonstrohet në mënyra të ndryshme. Shumë e ashpër duket. Tash, futbolli femror nuk duhet jetë. Unë kam pa futbollin e femrave, kam konceptuar futbollin e femrave si një futboll ndryshe nga i meshkujve, si një brishtësi, bukuri, një kënaqësi. Një fest. Absolutisht po, pse? Fest. Njohje. Se shumë prej vajzave, sikur mos kishin luajtur futboll, nuk kishin pas mundësi të bënin një jetë sociale kaq të njohur. Absolutisht.
shumë prej vajzave nuk kanë pas mundësi me shku ndonjëherë në Sarandë, në Korçë, por nëpërmjet sportit. Edhe ti je përfaqësues të shtetit, sepse sot shumë vajza janë përfaqësuese të kombëtarës, pra je përfaqësues i shtetit tënd. Kështu që mendoj që këto vajza kanë përfituar shumë, çdo vajzë që ka marrë pjesë, ndoshta edhe në periudha të shkurta, mendoj që në aspektin social kanë përfituar shumë. Edhe të jetë tyre patjetër. Ju jeni një nisëtari i parë i futbollit femëror. Këtu në Shkodër kanë ardhur ekipe gjigante, paktën emra shumë të mëdhenj, Juventus, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Chelsea, por unë them, ata kanë ardhur për të ndeshur me vazin, por unë them që ju keni një merit shumë të madh që ato ekipe kanë ardhur këtu, që emri i Shkodrës, emri i Vllaznisë, emri i Shqipërisë, emri i kombëtarëve shqiptarë të jetë kaq i lartë. Ndihesh ndoshta krenare që ato emra kanë ardhur pikërisht luajnë Shkodrën tonë. Është për të vërtet një kënaqësi dhe emocion i veçantë, unë të falenderoj sepse edhe në këtë moment me edhe emocione. Çdo njeri në jetën e tij mundohet që të bëj, është një misionar, të bëj diçka, të mbjell diçka. Unë mbase mulla mundësia, fati deshi që unë të mbjellja në një vend të vogël futbollin e femrave dhe sot futbolli i femrave ka arritur këto përmasa derisa kjo farë mbjell thash arriti të imponoj në thojza të vinë ekipe të mëdha si shpresoj elita e Europës. Unë kështu e konceptoj, siç e thatë ju, të vinë elita e Europës në futbollin e femrave dhe të meshkujve dhe të sportet tjera, të vinë të lozin në stadiumin Lërë që është në stadiumin e Shkodrës, normalisht që është kënaqësi edhe për mua, një e mirë. Sepse ishin ato vajzat tuaja që i kishin stërvitur ndër vite pjesë e ekipit dhe prandaj ju drejtova që keni një merit te kjo pjesë. Normalisht sot është e vajza juaj pjesë e stafit. Trajneri të U17 dhe zëvendësari të tek ekipi i parë. Paula Jaku, ta përmend. Kështu që normalisht që është kënaqësi. Ndoshta një gjë tillë se ka menu, por sot është me të vërtetë kënaqësi. Sepse për kenari në thojza. Kenari e pa llogaritshme besoj, dhe pa shlyeshme në çdo moment. Mendoj që edhe federata ndoshta jo në aspektin mallor po them, por më kanë respektuar dhe më kanë vlerësuar. Ku sa herë bisedoj me miq, ndoshta jo aq afër futbollit femrave i them, nëse do kishte një president të futbollit femrave në Shqipëri, ai meriton të jetë Ferdinand Jaku. Të falenderoj, por dhe besoj se është fjala më e drejtë. Thash unë nuk kam kështu ego për të po e them personalisht opinionin tim. Disi sot ka dalë jo sot ka disa kohë që përdoret një emërtim president Nerit. President Nerit bën një karrige. Thjesht në mënyrë figurative. Por edhe president Neri mjafton. Por a mundem nuk e di sa është koha, duhet kujtoj, duhet përmendë diçka tjetër. Përveç kësaj që na diskutuame, unë nuk harroj vitin 2018, 19 dhe 20, kam bën 18, 19 dhe 20 po, kam bën një organizim shumë njerëzor, shumë emocional me komunitetin rom dhe egyptian që ajo është një ju e afruat ajo është një si thosh ishte një projekt i yti personal. Absolutisht po. Pra tek ai që tregon shumë për anën tuaj njerëzore president dhe te ai grup kontributin tuaj. Te ai grup fëmijësh unë arrita të organizoj dhe të bëj u bënë 3 ekipe djemsh dhe 1 ekip vajzash, që do të thotë pra nëse dikush merr me pasion, pra është shumë e rëndësishme pasioni me përkushtim, mund të bën gjithçka. Dhe ato fëmijë në fillimit marrëveshje me ato fëmijë, se duhet ta theksoj se ka vlera sociale. Jo, ajo pjesa e krenarisë, thash, ka se më ashtu, por është një emocion i bukur. Dhe sot shumë prej aty në fëmijëve më dërgojnë mesazhe, më urojnë për Bajram dhe për Pashk, për Krishtlindje,
Pra morojnë dhe Bajramin dhe Pashë dhe Krishtinën, se ato ishin ky model. Me ditën e Shëngjeshit më thirrshin mua në fest. E quishin si fest tynin. Dhe fillimit ka qenë kështu, se kjo ka shumë rëndësi. Me kërkuar 3 topa futbollit unë i dhash 5. Një ndeshje futbollit të Kalqeto eme. Me pas që ato fëmijë ishin tregut. Nëse bashkë me 2 drejtuesat, Kydet Shatza dhe Ali, s'po kujtohet më emri, tash, që ishin drejtuesat e shoqatat atje, nëse ju doni me vazhdu atë keni dëshirë me lutë futboll, se ato futboll dhe muzikën. Nëse ju doni me vazhdu në kampionat rajonal, unë ju ndihmoj, por me kusht. Do nuk ishte një kusht, po ishte një në kushtet. I vetmi kusht ishte me shku në shkollë. Edhe mos me pas një fëmijë në rrugë madhe. Ta realizuar fjalën. Absolutisht po. Një herë në javë mu ma imponuar me shku të shkolla aty, të shkolla Liria. Du të përgëzoj dhe Petit, drejtorin e shkollës Petit Proni, cili bashkëpunon me gjithë stafin mësues tani. Unë një herë në javë ma imponoshin aq kënaqësi më dhurunën ato. Unë nuk dhurova, ato më dhurunën më shumë. Dhe në këtë periudhë, pra, u hoqën asnjë fëmijë në rrugë dhe të gjithë shkunin në shkollë. Vetëm nga dashamirësia. Nga ajo që nga dashamirësia që kishin për futbollin. Normalisht unë kisha atë pjesën time. Duhet të përmend dhe Hysen Zmianin, Hysen Zmianin që më ka ndihmuar shpeshherë pa pagesë, sepse unë mora përsipër pagesat e Kalqetos edhe pagesat e udhëtimit, uniformat, pra i mora gjitha përsipër. Por ishte një ndjesi, një emocion i veçantë dhe sot me të vërtetë kur e kujtoj më kam ke emocione. Absolutisht. Në rrugë madhe bëj pa vinim për çafol. Është klasi. Besoj se respekti është mbi gjithçka në këtë jetë. Absolutisht tash. Dhe më duket se nuk duhet ta harroj këtë pjesë asnjëherë në intervistat e mia, pasi është një pjesë, një 2 vjeçar shumë i bukur. E mbajmë atë. Jam në pyetjet e fundit. Familja juaj, Emanuela, Vaso dhe Paula. 2 futbolliste. Ndalemi tek futbolli, Emanuela dhe Paula. Emanuela rekordmenja e golave që u largua shpejt ndoshta shkak edhe i largimit nga vendi, nga sporti i futbollit. Besoj se do bënte një karrierë shumë gjatë dhe shumë të pasur. Gazetarët janë manipulatorë i fije, ndoshta ishte faji Antoni që që largoj nga fusha blerë. Nga fusha blerë, jo. Që ato vendosen të iknin në Angli, pasi këtu e shifshin me skepticizëm këtë vend, ose për një të ardhme më të mirë. Paula normalisht vazhdon me futbollin. Paula deri vonë ishte futbolliste aktive. Futbolliste, sot është bën, ndërsa djalin ka ndryshuar pak drejtim. Pak drejtim, kam shkuar te provizioni jam. Vazhdon është në vit fundit të mjekësisë së lartë, po, tek SOE këshillit mirë. Dhe jam shumë i kënaqur. Dhe unë jam i kënaqur për të 3 fëmijë normalisht, sepse secili në fushën e vet ka dhënë më të mirë dhe secili ka lënë gjurmët e veta në këtë pjesë të kësaj historie familjare. Do shta djali ta kopjoni den dhe bëhet president sërish edhe nga doktor president. Nuk e mendoj se ai ka objektiva të tjerë. Kështu që unë dëshiroj që ai të jetë në aspektin mjekësor shumë humanitar, kjo është shumë e rëndësishme për mua. Do bëhet një profesionist i mirë dhe të shërbej njerëzit, sepse misioni i mjekësisë është misioni i shenjtë. Kështu e konceptoj. Po ashtu si misioni i sportit, sepse edhe misioni i sportit për komunitetet është shumë i shenjtë. Absolutisht po. Por mjekësia është vetë bluza e bardhë përforcon gjithçka. Gjithçka tjetër. Dhe uroj që djali ta realizojë këtë në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe i kam edhe një pyetje të fundit. Në qoftë se të thret presidenti i Vllaznisë Lazar Matia për një bashkëpunim tek ekipi i Vllaznisë, do ishe gatshëm pranoje? Ne bashkëpunojmë. Bashkëpunim i mirëfillt. Absolutisht. Ti je pjesë e stafit ndoshta.
Po, pa tjetër me knasi, absolutisht po. Unë sot, vajzat që kam nga u 11, 12, 13 dhe 15, deri në 15 i majën, sot janë 2 apo 3 vajza që kanë lujt të ju. Janë rrit të kjo i bani, dhe sot janë të kjo vllaznia, të U17 vllaznis. Kështu që ne kemi marrëveshje verbale me njëri tjetrin, po firmë vajzana. Gjithnjë të mirë të sportit, shkodran dhe futboll femrave. Vajzat që meritojnë të jenë pjesë me cilësor, normalisht pjesë e vllaznisë, e futbollit të femrave do shkojnë te vllaznia. Kjo është marrëveshje. Pjesë e stavit të knasi, pse jo? Shkodra e para në futbollin e meshkujve, e para në ciklizëm, e para në hipizëm, më thej, para se të hynim në studio, dhe e para në futbollin e femrave. Këtu është emri, tek në fund është emri i Ferdinand Jakut i pari. Shkodra është një krenari, të përmendun fjalët e mëdha që duhet të themi për Shkodrën. Shkodra është një krenari. Jo të gjithë kanë fatin me kënë Shkodran. Për ne afat. Unë falenderoj shumë, president, për këtë bisedë kaq shmisore dhe kaq bukur. Të shumë suksese dhe pse jo një ditë të rikthesh sërish me një ekip në superiore të femrave. Faleminderit. I falenderoj edhe ju miq për vëmendjen tuaj, ne do shihemi sërish javën tjetër me tjerë protagonistë sportit. Deri atëherë, miru takofshim. Ky podcast mundësohet nga Gushta Events, Shima e Milk Produkt, Kuçi Transport, Mishte Shemsi me dyqanet tek Begjisteni dhe në Zigzag, po ashtu edhe zyrën e shërbimeve me një ndalesë me dyqanet në Rus dhe në Parruc.